Para zitash, nështë mas mirë është me fillu këtë elaborat temin duke thonë që unë veç pjesërisht më pajtu me ato që thati. Nuk mund pajtojmë përgjithsi. Nuk mund pajtojmë që ka pas rënje saj përket referimit. Mendoj që referimi çdo ditë është duke u bë pak më mirë se sa që ka qenë ditën paraprake, për fat të mirë të basketbollit të Kosovës, nështë atë keq për ata të cilët ndajnë drejtësinë në terren, nuk e di nëse është duke e njeh trendin e zhvillimit të vetë lojës së basketbollit në Superligën tonë. Po duke qenë që besoj që kjo ka qenë sujeu i pyetjes tuaj, po fokusohemi te Superliga e meshkujve, atë përveç Superliga. Ne në federat kemi bërë besoj maksimumin për sa i përket referve dhe zhvillimit referve. Kemi arrit me ngrit numrin në mënyrë të konsiderueshme. I kemi për momentin 78 refer aktiv, të cilët i referojnë brenda një viti janë 1300 ndeshje orientimisht, do me thonë, nëse i marrin parasysh vetëm garat zyrtare të cilat i organizon Federata e Basketbollit të Kosovës, hiq ligën unike, hiq gjitha aktivitetet tjera shkollore, 3x3, çka do tjetër, do të veç gara zyrtare janë rreth 1300 ndeshje, 1306 nëse s'ka bëj kredi në fakt. Ky është numri maksimal i mundshëm. Për këtyre 78-ve ne kemi 13 refer të cilët janë në listën ato që quajmë ne lista A. Do thotë ata të cilët duhet të jenë më të mirë. Janë më të mirë e më të mirët të cilët i kemi aty, të cilët përkrahen edhe në ndeshjet e Superligës, nganjëherë përkrahen edhe për refer të listës B, sepse edhe këta të cilët janë në listën B, në listën C që besa më poshtë, duhet të fitojnë përvojën e tyre të duhur për të ngrit ngadalë për të qenë pjesë e listës A në të ardhmen. Ne si vjet e përmendëm me të drejtë, do të thotë që kemi pas në krahasim me të gjitha vitet paraprake, ndoshta kemi pas më shumë ndëshkime për referët se sa që kemi pas në të kaluarën. Po për shkak të gabimeve të cilat kanë ndodhur në terren. Tash ta keni edhe këtë punë parasysh, do të thotë ne jemi të ndihmuar tash për shkak se e kemi gjithkohës të gjitha ndeshjet e Superligës janë në transmetim televiziv, siç e dini, do të kemi mundësinë që ato të rishikojmë, të rianalizojmë do të thotë në vijimsi, madje analizat e para për secilës ndeshje mund vinë, do thotë në formë të komenteve apo të kritikave apo të vërejtjeve vinë disa minuta pasi që të përfundon ndeshja. Kështu që e kemi këtë mundësi edhe jemi duke shfrytzuar atë mundësi për të siguruar që ndarja e drejtësisë do thotë të mri nivelin më të lartë të mundshëm me ato që mund ta bëjmë ne me këtë fond të referve të cilin e kemi. Po. Për këtyre 13-ve do thotë të listës A i përmendi, veç ne kemi 5 të cilët janë refer të FIBA-s, të cilëve FIBA u beson organizimin apo ndarjen e drejtësisë në organizimet e veta. Kështu që nuk mund të thuhet që është bërë pak për këto vjet, sepse ne nuk e kemi pasur, siç e dini, nuk kemi pasur asnjë deri para një 5-6 vjetësh, tash jemi duke ngritur secilin vit numrin e tyre, do ta kemi edhe femrën e parë referi Jeta Zekën, do të me thirrjet referit FIBA-s nga ky cikël, do të 2025-2027, kështu që është duke u punu relativisht shumë, më shumë se me cilin do segmentet e tjera. Është punu, kërkush nuk po thotë që nuk është punu. Është investu, kërkush nuk po thotë që nuk është investu. Mirë po kjo nuk po reflekton me ato që po e shohim në fushën apo jemi çdo javë në parkete. Po ka ankesa, po ka me të vërtet shumë vërejtje në referim, sidomos do të thotë gjatë këtij viti. Në një. Narrativi lidhur me referimin nëpër palestrat tona nuk krijohet prej publikut të rëndomtë. Narrativi lidhur me referimin në palestrat tona krijohet prej jush, nëse ju kanë dëgjuar para 2 javësh duke kritikuar referimin, si komentator, si gazetar sportive tjera, krijohet prej referve, prej trajnerëve dhe pilotëtarëve në fushë, sepse konsiderohet që ata janë njerëz të cilët e njohin referimin më së miri. Prandaj, po them që nuk është se si vjet është aq më keq se sa që ka qenë vitet e kaluara. Po, i kemi pas 2 ndeshje në të cilat referimi ka pas ndikim të drejtë për drejtë. Nuk janë vetëm 2. Jo, janë 2 për të cilat refert janë dënuar për shkak se vendimet e tyre kanë pas ndikim të drejtë për drejtë në rezultatin e ndeshjes. E çka kryetar nëse në vazhdimsi klubet ishin anku mas çdo ndeshje? Se ne ju i thoni 2 raste zyrtare mundër më konë. Po edhe sa raste jo zyrtare që klubet ndoshta nuk kanë reaguar më një herë, e çka nëse ta ankuhen në vazhdimsi klubet edhe në çdo ndeshje mundet me dalë një rezultat. Pasi që më fal se ndoshta mu lidhet te ky rasti i vllazënimit Peja. Kjo ndeshje mundet me dalë vendimtare, do të thotë për faktin e renditjes tabelare Peja vllazënimi dihet ku janë. Edhe një gabim i një referi mundet me ndiku në terrenin vendas, terreni i cili mundet me ndiku edhe në rrjedhën në vazhdimsi të klubit të vllazënimit që është penalizuar në këtë rast. Ësakt. Qysh mu motivu, po unë e tham dhe thot 2 ndeshje, po çka nëse në vazhdimsi mas në çdo ndeshje vijnë klubet e vankuar? Të kemi një sens qartë. Ai ka qenë problem me kriterin.
do më thonë, ai nuk ka qenë gabim material i referit. Refert janë dënu për shkak se kriteri nuk e kanë pasur dur, nuk e kanë bërë vendimin në dur në momentin e dur. Do thotë edhe është anku vllazënimi për atë punë, po atë ankesë nuk mund ta fitoj. Gabim material është nëse në periudhën përfundimtare do të numërohet një kosh i cili s'ka qenë, ose dyshi është numëruar 3, ose do të treshi 2, ose kështu diçka. Do të edhe po të ankohesh në secilën ndeshje, do të ne ndëshkimet si vjet i kemi bë për këto gabime, të cilat nuk konsiderohen si gabime materiale. Për shkak se kemi dashur me ngrit nivelin e kujdesit të cilin refert e tregojnë brenda fushës, sepse, si që thatë ju, marë se erë sërish dhe tash përshkon gara të unëzej. Se cila ndeshje ka rëndësi, jo që s'kam pas rëndësi ato të torit dhe të nëntorit, po tash se cila ndeshje ka shumë e më shumë rëndësi dhe duhet jemi shumë më të sigurt në ato që e paraqesin si performancë të referve gjatë javëve në VM. Megjithatë, e keni parasysh edhe këta. Niveli i lojës është ngrit te i mase. Niveli i presionit mbi refert është enorm. Nëse ata duhet mbrohen prej të gjithë konstituencës së basketbollit fillimisht, e mandej edhe prej publikut, e mandej edhe prej fansave, prej tifozëve e tjera, kjo krijon një presion i papam, ndërsa ne e kemi veç fondin kaq të ngushtë atyre që mund të referojnë. Shiko. Edhe një gjë, do ta them një gjë për me këtë punë. Do të krijohen perceptime të paqena brenda komunitetit, se kur më referon Ulpiana, unë e hupi gjithë. Po është e pamundur, e kemi të pamundur për shkak të fondit të vobekt të referve, fondit të limituar të referve, e kemi të pamundur mos me shkuj njëjtë referve me referu 5 herë, 7 herë,